për shkak të vëllimit të ministrave, të detyrave, të përgjithësive, të programit që të themi ashtu harmonizohet me subjekte politike dhe në bazë kompromisit që e zhvillojnë partitë, mund edhe të shtojnë edhe ministri të tjera. Por Kosovës nuk i vyn qeveri me 19 ose 20 ministra. Minimumi deri në 10, ose të themi ashtu maksimumi deri në 10 ministra ose 11-12, sipas asaj që lejohet edhe me kushtetut, por unë personalisht mendoj që Republika e Kosovës me tepër se 7 ministra i ka tepër. Kështu, nëse veç funksionon si qeveri, kështu e mirëfillt, nuk i ka nevojë të ketë 15 as 20 ministra. Sepse këta 15 ose 20 ministra, secili e ka nga një zëvendës ministër ose 2. Secili merr këshilltar, secili merr staf. Dhe këto janë harxhimet të buxhetit të shtetit. Shkojnë në paga dhe shkojnë në mjeditje dhe shkojnë në shërbime madhra kësaj falloj infrastrukture që i vijnë ato me i rehabilitu. Ju kujtohet qeveria Haradinaj. Sa numri këshilltarëve, sa numri zëvendës ministrave, sa numri ministrave, do thotë gjysa e buxhetit shkon të me i pagu shërbimet për ta. Shembull. Ka çështë edhe vetë ky që e ka kritikuar në qeverisit e kaluar. Tani kjo është çështje e një standardi të dyfisht. Ndryshe flitet kur je në opozitë dhe ndryshe pastaj kur vjen pushtet dhe vjen në rrethana që vetë nuk i zbaton ato kritere ose ato standarde që ti ke proklamuar gjatë qëndrimit në opozitë. Do më shumica e këtyre premtimeve që i kanë dhënë, unë mendoj që në momentin kur janë ballafaqur me pushtetin, nuk i kanë mbajtur për faktin se e kanë pasur logjika e ushtrimit të mandatit dhe të pushtetit nuk është njëjtë sikurse kur je jashtë dhe kur je i lidhur flas çdo. Përkaq emrat si pati disa befasi po themi, kemi mbrapa edhe emrat me pozitat e tyre. Glau Konjufsa është zëvendës kryeministri i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës, zëvendës kryeministre e dytë Donika Gorvalla dhe ministre e drejtësisë. Ishte e pritshme Glau Konjufsa të bëhet zëvendës kryeministri i parë? Po shikoni, por nuk është fort e rëndësishme me i diskutu këta emra për faktin se kjo qeveri dhe ky kabinet nuk kalojnë në vendin e Kosovës. Unë mendoj që këto kanë qenë propozime sikur të themi ashtu sa për të përmbushur këtë detyrimin formal me propozuar një kabinet qeveritor. Po thoni që u menduan shpejt për shkak që dijej që nuk do votonin. Dëgjova që kandidati për ministër të kulturës është thirrur njëjtën ditë para se të formohet qeveria. Po, e tha vetë në një Po imagjinoni ju çfarë serioziteti në formimin e kabinetit qeveritor kur e thirr njërin një orë para se të formohet qeveria apo bëhesh ministër. Por kjo kanë thonë që çështja ka qenë tërësisht e gabueshme dhe reagimit që pati në fakt kryetari i kuvendit Dimal Basha ishte sikur e pyeti Albulena Haxhiun se për të cilën ministri bëhet fjalë. Apo e them, do thotë është hyrë në një proces që e ka ditur që i dështon. Po është hyrë në një proces vetëm sa për ta përmbyllur formalisht. Sa për ta përmbyllur kuptimin e procedurës së kuvendit për me e trajtuar një kabinet qeveritor dhe me u votu. Sepse në kushtet normale të një marrëveshje të një koalicioni bashkëqeverisës, unë garantoj që 70% e çetëve as që do të ishin në listën e kabinetit të ri qeveritor. Tërkaq edhe ju si KDI keni thënë që për momentin zgjedhja e më e mirëmundshme po themi janë zgjedhjet e parakohshme. Po sepse ne po shkojmë drejt tyre në fakt. Po sepse realisht kur ka